ne mos ta nënçmojmë asnjë punë. Ka disa njerëz mendojnë që punë e madhe, nëse do me bëj punë mirë, ti duhesh për shembull me dhon çikaq parë. Duhesh me shku në haxh, po këtë punë noja. Mirë po, a ka mundsi njëri me fituar me punë të vogla? Ka mundsi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: la yahqiranna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Mos nënçmon askush për ju për asnjë punë. A punë e mirë, kur mos nënçmon. Kur mos thoj se punë të vogla, nga se punë të vogla të shtojnë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Në njëri rrugës duke ecë e ka pa një dru, deg ora, apo e ka largu qatë deg. Qatë deg e ka largu. Se njerëzve i ka penguar ajo deg, me alçun edhe rrugën e ka hekat degën. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu e ka shtin xhenet për çat punë atë. Mos të nçmas në punë. Krejt çka të vjen përdori për punë të mirë shfrytëzoje. Bën e mirë. Ka herë subhanallahu 1 euro mund me kon shumë i shtrenjtë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Mos e nënçma. Mundesh me ndihmu dikujt për akrabave tu, për muslimanëve, me dhon për xhami dikun, për çka do qoftë, 1 euro. Çka bën ta me 1 euro? Ti çka që ke mundsinë, çka që jep atë. Asnjë punë mos e nënçma. Nga se shoku i mirë nuk bëhet veç punë të mëdha. Po shoku i mirë që të shoqënon gjithmonë nuk do të pëti, bëhet edhe për punë shumë të vogla. Thash, një dhikr subhanallahu bihamdi, një ajet me lezu, apo 2 rekate me i fal, 1 euro me dhon, që kjo është ajo që e përbën shokun e mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zanat, ka armas namaz sabahit, i ka mbledh shokët e vet që shtut edhe ju ka thonë, pejgamberi ju ka thonë, kush për juve sot e ka vizituar një smut. Para në namaz sabahit njëri, një namaz sabahit, para sabahit ku kime shku? Ebu Bekri thonë, unë ja Rasulullah. Kur kem rimër Allah namaz sabahit me... Po qaj tu dalë, veç në deri, ka thonë dikujt, aje më ma mirë, qësh flejtë e prom qaq? Thotë, kush për juve, sot i ka një muni fukaraja, në sabakja, Ebu Bekri thonë, unë ja Rasulullah. Në gjdo punë, une e kumbo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ki me hi pe këtë dyre gjenitëm. Të dyrë gjenit që i ka, ti të në të i ke rrokti. Këtë i ke rriti, ki me hi nga gjitha këtë dyrë. Nga se asë një punë se ka nënçmuar. Vizitaj një smut, përcëllë një gjenazë, shfali 2 rekate, japë një sadaka, diku një fjallë të mirë, muslimani këtë do që cilët bëndobi, është i harit. Kujtaj që të fjallë që përdo thamë që ta shatë. Që ta që në vërreza. Unë nuk e di se të shumkon atje, po që shtë në ka thonë Allahu Gjellë dhe pejgamberi s.a.s. Që ta që në vërreza, që në ra poshtë atje, i këna vërrosna, me dur tona, i këna mluja, këna fol gjenazën, që ta njerëzë. Krejt që ka kanë i këshin dhonë, veç me dalë një herë me thonë, estakfirullah, që Allah më ja ushtu edhe një estakfirullah në punën e mirë, edhe fat me teka. Ti e ki qëtë mundësi jepë. A i keti kërë zonë një mujtë edhe një me shtu, veç edhe një me bo apëta. Nështë na e kena këtë mundësi. Ndaj mos në nëqma kur që i punët mirë. Krejt që ka të mund është mirë me bo, krejt kuj të mund është mirë me i bo, bëni mirë. Madje ka thonë e Budheri, hadith në pejgamberës, ja Rasulullah, e nëse nuk kam mundësi me bo mirën, su një jepi kërkujt, as su një ndimaj kërkujt, as nuk mune me gjithë kranë kërkujt, nuk muj. A kam mune mundësi me bo një punë mirë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në që nuk i mundësi as një për këtire me bo, atër çka më nëshme bo? Atër spaku shërmës bo, edhe kjo është punë e mirë. Spaku me smujt, nëse smush, harmi bo dikujt, spaku kërkujt shërmës i bo. Nëse smush dikujt me honi fjallë të mirë, spaku fjallë të keqe mos i thuj. Nëse nuk mund është dikujt me i njemu, spaku mos i arënda ati në problemin. Qikat spaku më me bo, dit për dit, pej kur qëtë sabaj, deri, kur bësh me flajt, apo më me konë gjithmonë aj që mledh, edhe nuk në nëqman. Kaj që ka gjonë të mirë, a keni pa ata, margaritarët e diamant nuk janë kaj kilë, apo atë e ndvegjel, po kam vlerë të madhë dhe ka Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe një punë e mirë që ti e mledh, më me konë shumë e farë, shumë e shtetë e ka Allahu Gjelle Gjelalu, andaj mos e nëqmas një punë mirë.